Thënë, pse Zoti ka caktuar në Kur'an për mashkullin 2 hise mi marë, ndërsa për femrën 1 hise. Kjo është ajo që më shumë në për debate televizive, ka mjaft debate televizive kur flitet për pozitën e femrës në Islam, këtu ndalen. Për arsye e para, domethënë ata njerë du të këshyrin, thashun e përmendëm më herët nga aspekti praktik i tyre vetë, sa ju japin ata vetë hise, nga pasuria babës, nga pasuria tyre. Pastaj kalojmë te Islami, pse 2 djalit e një vajzës. Ulemat e kanë sqaruar dhe është të sqaruar kjo në fe, për arsye se sa është i obliguar kënej baba, edhe vllaznia, çka është i obliguar kënej bashorti burri. Edhe me vëmë këshir holl, a din që ma pak i bjerë me marë vllau se sa motra. Ja po bëjmë një analizë shumë thjesht. Vllau i merr 2 hise pasunis babës, motra e merr 1 hise. Kur shkon motra te burri, e merr edhe 1 hise prej burrit, mehrit. Kjo i ban 2 hise, kjo i ka 2 hise. Këtë vllaun, kush e ka obligim me martu? Vetën e vet ai. Nëse i nimon baba në rregull, nëse nuk i nimon, ai vet. Prej çatun e 2 hiseve, ai ka mu detyru tash me ia dhon gruas vet, 1 hise e dha motrës, e mor motra. Këtë i metën 2. Tash ky ka me i dhon 1 hise gruas vet, ose gjys hise ose 7% varet që shmirën vesh ata, sipas marrëveshjes së mehrit. Ka me ia dhon mehrin, dhuratën, po dhuratën që ta kuptojnë teleshikus, dhuratën ka me ia dhon gruas. Pastaj ka me përgatit darsmen, ka me blet teshat, ka me blet dukat, e ka me bata, ka me bë. Kuj pi mesën ma pak kuj ma shumë, a gruja që ka marrë kjo motra që e mor 1 hise prej babës, e mor edhe 1 pjesë dhurat prej burrit, që kjo nuk ka obligim tash as për tesha, as për dukat, as për banes, as për darsem, as për kurgja.